Ke bën komendim politik? Na jemi insistus me gjithë zgjidhjeve, kështu po komunikojmë, edhe me publikun, edhe me... Vetëm pak se po i pres. Siete nel gruppo parlamentare di statuto del... Sì. Si era constituente. Vetëm pak. Je këmë 2 deklarata, unë mandej mundeni me bo pyetje. Zotri e Kuran Murati përfaqëson lëvizjen vetëvendosje, ne jemi bashkë në grup, unë jem kryetare alternatives, kështu që kom të drejtë me shtu ndoshta diçka tjetër. Pa i tash, duheni me prit, me dëgju për me kuptu. Atëhere, nëse jeni gati për disa që më kërkun? Okej. Sot ta marrë një pyetje. Kom betë bërë prej 28 orë që të kalun. Okej. Nëse jeni gati, atëhere ju faleminderit shumë. Në vijimësi të deklaratës kolegut tim nga grupi parlamentari i Lëvizjes Vetëvendosje, më duhet të them vetëm edhe 2 fakte, tepër të rëndësishme edhe për opinionin publik, por gjithashtu edhe për subjektet politike të cilat po deklarohen duke na cilësuar neve si advokues. Me disa heradazi, 4 heradazi, 57 vota janë për kryetaren e kuvendit, apo propozimin ton për kryetare të kuvendit, zonja Albulina Haxhiu. Në asnjë rast, ose në asnjë instancë, në votimet në kuvend, në gjitha legislaturat e deri tashme, vota për nuk është vot bllokuese. Vota kundër është ajo që e bllokon një proces, ose abstenimi, ose mos marrja pjesë në fare në procesin e votimit, siç po e shohim këtu në kuvend. Do të thotë ne në asnjë moment nuk jemi për të bllokuar formimin e institucioneve, formimin e organeve të kuvendit e natyrisht edhe fillimin e rrjedhjes së afateve. Në raport me afatet, më lejoni të vë në vëmendje të gjithëve që gjithashtu është e parapar edhe me Kushtetutën e Republikës së Kosovës, se 30 ditë pas certifikimit të rezultatit zgjedhor është e parapar që të konstituohet kuvendi. Ai 30 ditë është ditën e diel, me 27 prill. Apo nëse e shohim me ditë kalendarike, një pas një mund të jetë edhe nesër. Do të thotë se marsi ka pasur 31 ditë, prandaj kjo situatë nuk është se mundet të shkojë tërësisht në pafundësi, mund të sjellë në një rrethon krejtësisht tjetër, ku diskutimi i përbashkët me subjektet politike po afrohet gradualisht një datë tjetër e zgjedhjeve. Kjo në pjesën e parë të procesit. Në pjesën e dytë të konsensusit të përgjithshëm politik, për zonjën Albulina Haxhiu, po voton përveç se grupi parlamentari i Lëvizjes Vetëvendosje, gjithashtu edhe të gjitha partit me pak përjashtime të komuniteteve tjera jo shumicë. 2 nga komuniteti turk, 2 nga komuniteti bosnjak, 2 nga komuniteti egjiptian, e gjithashtu 1 nga komuniteti rom, 1 nga komuniteti ashkali. Dhe ato çfarë ne po e shohim, që po prezantohet këtu para jush, është se të 3 partit tjera, të cilat po e kundërshtojnë, dhe një tjetër e cila është ndarë përkundër që kanë marrë pjesë bashkë në procesin zgjedhor, po abstenojnë, duke tregu se kjo situatë është e papranueshme, se ne jemi bllokues. Tash edhe një herë po e ripërsëris. Në cilin rrethon vota për është votë bllokuese? Në asnjë rrethon. Përveç se në situatën ose në interpretimin i cili po bëhet sot nga ata që kanë kaluar ose deklaruan para nesh se ne jemi bllokuesi. Po. Po mendoni me ua imponu opozitës me në votu kandidati që ju pësynani, e që nuk I keni votat, që shpjegohet kjo nëse jo si blokat? Qëfar mundet me ju votu? Kjo vetëm mundet me ju emri se ndoshta opozita është duke e mendu se ata aktualisht përkundër deklarimeve të tyre nuk I kanë votat për qeveri të opozites. Është mirë herën tjetër t'ju bëhet pyetja dhe atyne, a janë të interesuar për rrjedhjen e afateve dhe formimin e qeverisë, siç po e thonë se janë gati,
atëherë le tregojnë a i kanë votat ata për qeveri. Se nëse i kanë votat për qeveri, atëherë munden me vazhdu me këtë procedurë. Shumë herë, edhe parafolësie përmendi, që nëse ne na kushtëzojnë krye parlamentaren, atëherë ne kushtëzojmë nën kryetar. I njëjti procesi votimit është në 61 vota. A i kanë ata 61? Po pra ndaj ne nuk po duam të jemi në këtë logjik bllokuse dhe s'jemi në logjik bllokuse. Ne po tregojmë se kandidatja jonë është zonja Albulena Haxhiu dhe ajo duhet të votohet me 61 vota. Njëjtë sikurse edhe dy parti tjera opozitare duhet të tregojnë kush janë kandidatë të tyre për nënkretar të kuvendit dhe ata duhet votohen në pako me nënkretarin e kuvendit që duhet të jetë nga gjinia tjetër, nga grupi ynë parlamentar, që duhet të votohen me 61 vota. Dhe ajo është e garantuar në rast se ata votojnë për zonjën Albulena Haxhiu. Me radhë, po. Që shkojnë në zgjedhje bashkë në zgjedhje komunale. Pra, se është në zgjedhje parlamentare, në një në zgjedhje komunale. A që ndronë kjo, dhe shish me dalë për kësaj situatë. Ju nuk e në kandidatin, ata nuk e votojnë. Do po ju veri kanë që votat për formimin e qeverisë tani. Pse nuk kanë edhe votat sot për kalimin e kryepallatit? E para nuk qëndron, për arsye se unë i përmenda me radhë faktet edhe argumentet të cilat e tregojnë se ne insistojmë në formimin e institucioneve dhe konstituimin e organeve të kuvendit. Dhe pastaj të procedojmë në votimin e qeverisë. Prandaj shkuarja në zgjedhje për ne mbetet opsioni i fundit në situatën ku nuk ka asnjë reflektim për votimin e kryeparlamentares. Ndërsa kjo e dyta, besoj që ka mjaftueshëm kohë për të tregu a i kemi apo nuk i kemi 61 vota, se ajo pastaj shkon komplet në marrëveshje e cila bëhet publike dhe dihet se si është kompozicioni i qeverisë në ardhje apo i pushtetit apo i qeverisë tjetër, do të thonë qeverisë së re. Prandaj kjo çështje, këto dyja nuk lidhen fare se mos formimi ose dështimi në formimin e qeverisë nuk sjell me mos zgjedhje të reja, përveç nëse dështon disa herata, dhe ato afate në qartë të specifikuara. Por në këtë rast, ne kështu ose mund të shkojmë pafundësi ose të ketë një kërkesë në të cilën 30 ditëshi i prezantuar nuk është, do me thënë, nuk kanë zgjedhur një kuvend të konstituar dhe atëherë duhet menduar për një zgjidhje tjetër më të qëndrueshme. Po. Që brenda 30 ditëve të mbarë sanca konstituive, nga po konstatojmë që po sot në kushtetut që brenda 30 ditëve të mbyllet sanca konstituive. Apo në vendim tjetër të... Jo, nuk ka, po kjo është një deriçk, themi për të fillu interpretim ose për të kërku interpretim të më të tjeshëm mbi afatet. Për arsye se kjo pjesë, siç e dini të gjithë, se tashmë ka disa procedura në pas zgjedhjeve dhe formimin e institucioneve të cilat janë të përcaktuara nëse jo me kushtetutë ose me ligj, me aktgjykim e gjykatës kushtetuese. Për këtë procedurë në veçantë nuk ka aktgjykim. Prandaj kjo mund të jetë një hap i radhës. Vetëm pak. Me radhë veta pastaj. A keni ndonjë datë preferuar si të vendosin në rast se vendoset shkohet zgjedhja, vazhdon kjo bllokad, a do ta lejoni si parti e parë që të shkojë shumë gjatë me muaj për kjo blokad, apo do t'i hapni rrugë ndoshta zgjedhjeve të parakoshme? Shiqoni, kjo situatë aktuale është duke e rëndu secilin qytetar të Republikës të Kosovës. Kjo situatë aktuale në mos konstituim të institucioneve e në veçanti të kuvendit është duke shkaktuar edhe humbje të cilat drejt për drejt lidhen me mos miratimin e marrëveshjeve ndërkombëtare, mos fillimin e procedurave për votim të cilat kërkojnë 2/3 në kuvendin e Republikës e shumë projekte tjera që kanë bëjnë me procesin e integrimit. Do thotë kundërvlera e kësaj bllokade ose të themi çmimi i saj është shumë i lartë. Asnjë moment nuk kemi të interesuar që kjo bllokadë të vazhdojë. Dhe me të vërtetë ne po e ritheksojmë për të satën herë që është në interes të gjithëve që të reflektojnë ashtu siç reflektuan edhe në rastin e mos votimit ose mos pjesëmarrjes në votim për raportin, për quorumin dhe verifikimin e mandateve të deputetëve. Edhe aty e patën një situatë në të cilin pastaj interpretimi doli krejt ndryshe prej deklaratave të tyre fillestare. Prandaj ne jemi shumë të qartë, siç ishim që në fillim, që me votimin e Albulena Haxhiut për kryetare të kuvendit, gruan më të votuar në Kosovë të dalë nga zgjedhjet e 9 shkurtit, hapim rrugë për votimin e nënkretarëve të kuvendit dhe konstituimin e organeve të kuvendit. Një pyetje këtu dhe një pyetje atje. Po.
Shihni, deklaratat tona para jush edhe para qytetarëve është që publikisht dhe në mënyrën më transparente të deklarojmë qëndrimin tonë. Është bë paksa e mundimshme të pritet ose të punohet me anë të letrave të cilat pastaj po refuzohen nga partit tjera për takime konsultative. Unë edhe një herë ju bëj thirrje që ata të thrasin themi arsyes dhe të tregojnë se janë të gatshëm të reflektojnë mbi vendimin e tyre bllokues deri më tani për të zhbllokuar kjo situatë dhe nuk e kemi asnjë problem për të garantuar dhe për të thënë publikisht që asnjë bllokat tjetër nuk do të procedohet me votimin pastaj propozimit të 3 nënkryetarëve që vinë nga 3 partitë më të mëdha shqiptare, cili proces është i njëjti me procesin e zgjedhjes së kryetares së kuvendit. Një pyetje atje? Po. Po, urdhra. Vazhdo. E kuptoni që çështja e koncepti i kryetares ose kryetarit konsensual nuk është diskutim ose nuk është kategori e cila është e paraport dikun. Është e paraport që partia fituese ose partia e parë në kuvendin e Republikës propozon kandidatin për kryetar dhe ai hudhet në votim njëjtë sikurse pastaj partitë tjera propozojnë nën kryetar. Mbi këto terma jemi të gatshëm të bisedojmë. Kurdo që ata kanë gatishmërinë. Jo të bëjmë lojra politike në kuptimin se ne dërgojmë ftesa për takime e ata i refuzojnë ato, por në kuptimin se janë të interesuar që kjo periudhë të zhbllokohet, kjo situatë të zhbllokohet dhe të ecë periudha për formimin e qeverisë apo për votimin e qeverisë. Për shembull, keni marrë për kraje për aleancës për 2 emra, në këtë rast Zorana Buglisi, nëse doni me propozu pse është të kërkesë me ndru emrin Albulin Haxhiut. Jo, nuk partitë opozitare në këtë rast po e bllokojnë kuvendin, pse nuk po lëshoni me ajo në këtë rast me marr votat e tyre. Për arsye se si e parë punës, Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës me gjithë respektin është partia e 5 në radhë nga gjitha partitë të cilat kanë fitu, si është listuar ose si është radhi. Ne flasim këtu për legitimitet politik dhe forcë politike dhe besim të qytetarëve, edhe i qëndrojmë besimit të qytetarëve se ka një forcës politike, besoj që ai duhet jetë koncepti, që të mos jetë kjo një çështje e diskutimit apo e pazareve, por në çështje e përfaqësimit të vullnetit të qytetarëve të Republikës. Edhe mbi atë koncept, edhe mbi këto premisa, edhe janë edhe propozimet tona. Ju falenderit shumë, shihemi së shpejti. Pyetje për zonjën Balje. E dëgjuam edhe këtë deklarim të deputetit së Alternativës pjesë e grupit parlamentar të lëvizjeve të vendosjes, Mimoza Kusari Lila, që legjislaturën e kaluar ka qenë shefe e grupit parlamentar të këtij subjekti. Para se ta vazhdojmë sërish bisedën në studio me Brikenden, atëherë përmend edhe njëri prej opsioneve zgjedhja, siç u tha, do të ishte opsioni i fundit që përmend nga lëvizjeve të vendosjes, por po ashtu e ka përmendur edhe Partia Demokratike dhe në një sondazh që kemi hapur në kanalin tonë në YouTube, prabe pyetjen se a janë zgjedhjet opsioni i duhur, 69% kanë votuar po, kurse 31% me jo.
Pra, zakonisht kur ka kësi blokada, Brikenda gjithmonë përmend në zgjedhjet edhe pse kuvendi ende nuk është konstituar dhe pa konstituar, por nuk ka asnjë rrethonse që çon zgjedhjet e reja për pa u finalizuar ky proces i zgjedhjes së kryetarit dhe të nënkryetarit. Pra, po shohim që janë në qëndrimet e njëjta partitë politike, partia fituese dhe partitë opozitare ku dëgjojmë deklarimin pra të Mimoza Kusarit si edhe të Memli Krasniqit. Po fit tani ne do të po i mbajnë partitë qëndrimet me gjitha të disa nuansa ose disa themi kështu rrugica të vogla, po mund t'i gjejmë në ato deklarimet e tyre. Do të thotë absolutisht ajo çka unë e vrejta mbase te ky disponimin, te energjia e këtyre përfaqësuesve, po e shoh them një farë qasje pak më të shlirë, sikur zotit Murati, sikur të zonjës Kusari, pak më i tensionuar, them, zoti Krasniqi. Nuk e di se si mund t'i interpretohet kjo, ndoshta me faktin që në vetëvendosja po paraqitet ose po e paraqet vetën si fituese dhe si e tillë, po thot që ka atë komoditetin të prezentimit, propozimit të kandidatit të tyre dhe po pret mbase lëvizje nga partitë opozitare. Por ajo që e pash, dhe tani mbase vetëm them që gjatë këtyre ditëve jeton Mikulosi, që është karikaturisti i kohës, ka natyrisht me atë mjeshtrinë e tij unike dhe të veçantë, mbase të vetmen që i kemi këtu në vendin tonë, i ka paraqitë këtë blokadën sa i përket konstituimit të institucioneve, pikërisht ashtu siç është, pra pak sa komike, them. Dhe do t'i shohim karikaturat e tij të këtyre ditëve se si ai e sheh këtë situatë. Po janë disa të tilla që ilustrojnë këtë temë, ping-pongun që e pamë dhe në seancën e sotme mes opozitës dhe partisë fituese. Ta shohim edhe me humor, ashtu siç në çka po kalon mbase e gjithë themi ky zhvillim. Pra pikrisht këtu jemi tani për ja hedhin topin njëra tjetrës, një opcion që e ndëgjuam të zoti Krasniqi, i cili tha që po e them ndonë se nuk dua që të tingëlloj si e tillë, mbase edhe kur u pyet nga gazetarët, është mundësia që presidentja ta bëjë një ftesë. Ai tha që do të thotë presidentja është me mandat të plotë tani për dallim nga cili do institucion tjetër, dhe me qenë se tha që nuk do t'a pranonte, se nuk ka kuptim që zoti Kurti, dhe pikrisht fitim kjo është ajo që po bojnë shikuesit tanë tani derisa ne po flasim këtu. Fatkeqësisht. Të kurthuar në ulësit e tyra atje. Po, vetëm kanë zënë marimangat derisa ata po na shohin neve. Do të thotë zoti Krasniqi tha që Kurti nuk ka ndonjë mandat, është veç një deputet që t'i ftoj këta që të ulen dhe të bisedojnë, por e pranoj rolin ose mandatin e presidentës mbase si një prej pozitave me mandat të krijimit të një uniteti brenda politik të Kosovës, që t'i mbledh dhe të përpiqet ta gjejë një zgjidhje. Zoti Krasniqi tha që nuk dua që të tingëlloj që po e kërkoj këtë, por kur u pyet tha që mbase është e vetmi institucion me mandat të tillë. Tani nuk e di a tingëllon apo s'tingëllon ashtu, dhe nëse presidentja do ta ndërmerrte ndonjë hap në këtë situatë për ta bërë një gjë të tillë. Natyrisht e dim që do të thotë kuvendi është mbi të gjithë, kuvendi e zgjedh vetë presidentin e shtetit, që në letrën e saj presidentja ju ka thënë deputetëve që ata duhet ta gjejnë një zgjidhje. Këto rrethana, do të thotë këto pozicione i dim të gjithë, por në një situatë të tillë, ndoshta si një iniciatore në kuadër të mandatit të saj, si që tha dhe zoti Krasniqi, do t'i takonte
më parë se sa që do t'i takon të Zotit Kurti, apo absolutisht u kontestua mundësia që Zotit Dehari t'a bëj një gjë të tillë, që të kërkonte dhe shojmë Zotin Kurti duke mbledhur këto fluturat votat, por nuk pja del, do të thotë as jetoni nuk e pas ka bërë 60 e nishin aty, të 60 që pas ka rrit, apo 53, 56, pra si pas jemit nuk do t'ja dalë Zoti Kurti që t'i bëj 61 vota. Tash jemi të 57 që Po, të ende jemi të 57-shi. Kështu, e ndëgjuam edhe zonjën Gërvalla dhe pashtu ndëgjuam të gjithë përfaqësuesit e vetëvendosjes dhe alternativës që po thonë se me aktgjykimin e kushtetuesës partia fituese ka të drejtë të propozimit, dhe po ashtu është, partia fituese ka të drejtë të propozimit, por partia fituese nuk ja ka dalë që ta siguroj shumicën parlamentare dhe po aq sa partia fituese ka drejtë të propozimit, aq edhe partitë e tjera kanë të drejtë të votimit kundër ose abstenimit. Pra, këto janë, themi, premisa ose rrethana që po e përjashtojnë njëra tjetrën, dhe nuk e di kjo me numeratore, ama shumë ka të bëj me atë se nuk po mund t'i mbledhin ato kokrat, apo që ai që po e mban numeratorën është në klasën e parë. Nuk e di mbasi duhet ta pyesim Jemin për këtë, por ajo që po shihet është një deputet i hutuar. Për të vazhduar për t'i komentu mbase deklaratat, mimo zonja Kusari Lila, për herë të parë, do thot pas gjithë këtyre diskutimeve që i bëm me përmendi një afat, tha që do thot kërkohet që 30 ditë pas certifikimit, pas publikimit mbase zyrtar të rezultatit të zgjedhjeve, duhet të konstituohen këto institucionet. Për me gjitha të, supozojmë që ajo u thirë në nenin 66, me qenë se ne hulumtuam pak të kushtetutës, i cili parashet që 30 ditë pas shpalljes zyrtare të rezultateve, duhet të mblidhet seanca konstituive, por jo të konstituohen institucionet, dhe pikrisht nëse do të thotë me 15 mars janë shpallë rezultatet, me 15 prill ka fillu është në mbajtë seanca, ky kusht tashmë veç është plotësuar, por ndonë se e paraqiti si një lloj afati, cilin ajo tha që ndoshta do të duhej të mirrej parasysh si i tillë, e që nuk është i tillë, ajo e hapi edhe një rrugë, tha që nuk ka asnjë aktgjykim të kushtetuesës rreth kësaj, mbase ky do duhej tha të ishte hapi i radhës që të kërkohet nga